Një konflikt në një prej lokaleve të natës në Sarand ka përfunduar në disa arrestime dhe nisjen e hetimeve disiplinore ndaj dy punonjësve të policisë. Ngjarja është regjistruar në orët e para të së dielës në klubin Orange, ku një përplasje fizike mes rojeve të sigurisë dhe disa klientëve ka dalë jashtë kontrollit. Situata ka bërë që në lokal të mbërrinë shërbimet e policisë. Gjatë përpjekjes për të vendosur qetësinë, konflikti është përshkallëzuar dhe shefi i hetimit të krimit në Sarand është goditur fizikisht. Pas ndërhyrjes, policia ka vijuar me identifikimin e personave të përfshirë dhe ka arrestuar 6 prej tyre. Mes të arrestuarve është edhe administratori i klubit Mario Katiraj. Në pranga ka përfunduar gjithashtu Elgen Doj, Ardit Kasemi, Faik Hoxha, Besnik Sulollari dhe Indrit Çullhaj, ndërkohë Pjetër Doçi është padur në kërkim. Hetimet kanë nxjerrë në pa edhe përfshirjen e personave që ushtrojnë detyrat në strukturat e sigurisë. Një prej të arrestuarve, Ardit Kasemi, rezulton të jetë ushtarak në Zallher, ndërsa punonte si roje sigurie në klub. Paralelisht me procedimin penal, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka marrë masa ndaj 2 efektivëve të tjerë që punojnë si bodyguard në të njëjtin lokal. Bëhet fjalë për Armando Shehin, pjesë e repartit të sigurisë, dhe Antonio Binakun, pjesë e Reneas. Të dy janë pezulluar nga detyra dhe ndaj tyre është urdhëruar hetim disiplinor. Sipas të dhënave të hetimit, 2 punonjësit nuk kanë reaguar për të ndërprerë përplasjen dhe nuk kanë njoftuar kolegët e policisë për situatën e krijuar në lokal. Në vijim të operacionit, efektivët kanë ushtruar kontroll dhe në fshatin 6 të Sarandës, ku kanë lokalizuar persona të tjerë që dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit të rojeve të sigurisë. Tashmë hetuesit po punojnë për të përcaktuar të gjitha dinamikën e konfliktit, rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe rrethanat e dhunës ndaj drejtuesit të policisë.